Në kuadër të samitit të 4 të diasporës, kryeministri i vendit Edi Rama ka mbajtur një fjalim ku ka vënë në qendër rolin e diasporës shqiptare në rrugtimin e vendit drejt Bashkimit Evropian. Ai theksoi se procesi i integrimit evropian i Shqipërisë është i ngjashëm me përvojën e emigrantëve shqiptar në botë, duke e përshkruar si një rrugtim që nga largimi drejt kthimit dhe bashkimit me vendin e origjinës. Ju më mirë se askush e dini që kjo rrugë nuk është pas sfida. Çfarë ju keni hequr në kurriz është një mësim i paharrueshëm, i cili vlen për të kuptuar edhe ato që Shqipëria ka hequr e duhet heqë në kurriz deri në ditën kur të ulet në tryezën e përbashkët të familjes europiane. Ai ka sjellë në vëmendje edhe të drejtën e votës së diasporës, duke e konsideruar si një hap të rëndësishëm demokratik që tashmë është bërë realitet. Sot ju vini këtu pasi e keni ushtruar atë të drejtë në zgjedhjet e vitit të shkuar. E nisëm rrugtimin ton me një prodhim të përgjithshëm kombëtar më pak se 10 miliard euro. Sot prodhimi ynë i përgjithshëm kombëtar është 27 miliard euro dhe në fund të kësaj dekade ne synojmë ta çojmë në 35 miliard euro. Rama vlerësoi se drejtësia sot është e pavarur dhe se pandëshkueshmëria është një mit i së shkuarës. Sot pandëshkueshmëria është një mit i të kaluarës në Shqipëri. Dhe sot Shqipëria është vendi ku askush nuk është mbi ligjin dhe drejtësia është e pavarur, siç nuk ka qenë qysh në krye të herës nga 1912 deri kur ne me vullnet plot i dorëzuam asaj shpatën që i takon vetëm duarve të saj për të bërë drejtësi të barabartë për të gjithë dhe pa kursyer askënd. Samiti u pasurua me praninë e përfaqësuesve nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi, duke dëshmuar se armja e Shqipërisë nuk shkruhet vetëm në Tiranë, por kudo që jetojnë shqiptarët. Rama e cilësoi këtë si një pjesë të një projekti të madh kombëtar, më të madh se çdo qeveri apo cikël politik që synon bashkimin e shqiptarëve në familjen evropiane.